Të madhe më duhet të lajmëroj se prej ditës së sotme, me 22 nëntor të 1885-ës, këtë gjyq do të ta kryesoj më Qamil Beu, oficeri i lartë i shërbimit të sigurimit, por unë, Tursun Beu, oficeri i shërbimit të sigurimit. Abdyl Frashëri, Ngrihu. Kërkush më thua dha fjalën, do të përgjigjeni kur t'ju pyes. Kuptuat? Cilat kanë që lidhjet e tua me shërbën e Tetovës? Lidhje shqiptarësh, lidhje intelektualësh. Pas kemi nga Stambolli, kur ishte padishahu, u takuan në Selanik, në shtëpinë e Thanas Timos, një shqiptar ortodoks, ju, Pashko Vasa dhe shehu i Tetovës. Kjo ndodhi në dhjetor të vitit 1878. Këtë informat, a mund ta pranoni si të vërtet? Pse jo? Për çka biseduat aty? Duke ditur se cili është autoriteti në Istanbul, kemi vendosur që ai të kontributojë për ndrimin e saj të burgosurve nga buxheti otomane. Nuk është e vërtet. Ju atë natë jeni munduar ta vini atë të bashkëpunoj me ju, të shërbej si spion për portën e lartë. Keni provuar për një gjë të tillë? Dëshmitari Idris Sumo. A e njihni këtë njeri? Jo. Po ju këtë njeri? Po, ky është Abdyl Frashëri. Për herë të parë e ka parë në shtëpinë e Thanas Timos në Selanik, kur erdhi me Pashko Vasën dhe shef Endin, aty ku shërbeja me kafe. Çka tha aty Abdyl Beu? Mundua të bindë shef Endin të spiononte portën e lartë. Dhe të gjitha këto biseda i bën para teje? Po. Me këto fjalë, dëshmon besimin që ka te i madhi padishah. Mund të shkoni. E dëgjuat? E dëgjova. Është të bëjmë provokime të këtilla me dëshmitar të rinj. Nëse vazhdoni kështu, nuk do të përgjigjem asnjë prej pyetjeve tuaja. Nuk mund të pajuafun këtë në fytyrë. Loja juaj është tërkohës kundër nesh. Edhe ju keni luftuar për programin e Karanamës, por tash është fare e qartë. Të tërë këtë e pas kështu bërë sa përshtye faqe, të na hidhni plumur syve. Pra Ndoria Osmani nuk ka qenë përzgjedhjen drejt të çështjes shqiptare. Nuk është e vërtet. Porta në fillim e përkrau linje. Asa nuk i thuaj për krahje, por interes. Nuk është mirë Abdyl të flisni në këtë mënyrë. Ne jemi munduar aq sa kemi pasur hapësirë nga paqja e Shën Stefanit. Jeni munduar për vete, jo për ne. E di sa herë ta mund të pjesë konflikti mes ju. Ta them me çitbej edhe këtë. Pas një drejt të çështjes shqiptare, nuk ke qetësi as Evropa dhe as Turqia. Me ju nuk kam që të flas më. Tash e tutje do të flas me ju vetëm ligji. Uluri. Nëse e keni. Uluri. Sulejman Bokshi, Grihuni. Nga të dhënat që kemi dhe procesi e timeve, del pa dyshim se jeni fajtori kryesor për marrjen e Shkupit. Për çlirimin e Shkupit. Në 4 vjetor të 1880-s, nuk e keni lejuar në të sherif Rajf Efendiu të hyjë në Shkup. Po. Duke menduar se Shkupi do të mbijë në duar tuaja, dhe se të sherif Rajf Efendiu nuk do të ketë guximi të kthehet më, i ndaluar të rrugës Selanik Shkup transportimin e ushtrisë osmane nga Shkupi në Selanik apo Anasjeltas. Po i ka ndaluar. Në teritorin tona të çliruara komandonin ne. Si nuk ju vjen turqi kështu? Dëgjoni me gjithë. Duke e shikuar ju në këtë anë dhe vetvete në anën tjetër, po më duket se pak pas ka ndorë. Është dashur edhe më shumë të bëje. Po më habitni, njëri me moshë dhe me përvojë të flasë kështu në një vend si ky. Të gjitha i kanë bërë për të vetëm qëllim, vetëm për të luftuar pushtetin tuaj. Më intereson ju intermedit kundër nesh. Na morët të rinj, na i morët të gjitha. Ku nuk ngopët me gjakun tonë. Në fund dhe në pazar të botës na qitë të na ndëroni si lecka të vjetra. Si arnën tuaj, vetëm e vetëm për të shpëtuar boka tuaja. Unë nuk jam i mençur si Abdyli, e ky këto punë do t'ja u thosh më mirë. Por unë do t'ju them të vërtetën që më flenë zemrën.